Merni me men, unë e kum shku në Prishtinë kom, edhe jom këthyra në qirë të kom. Me i thonë që ty në trive sot juve, hajde filloni punën në shkolla, por keni me udhëthue ka 30 kilometra në ditë. Ashtë një kerë në fshatin tonë nuk ka pas kur qitu. Vallaj mi ju thonë të drejten, juve tash të rive të kësaj kohe mi ju tregue realitetin që ka ndodhë me neve në atë kohë. Shkollimi ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, se kushtet rrethonat kanë qenë asisoj që e kanë pamundësuate. Për shembull, distanca, largësia e shkollave, të gjitha profileve, do me thonë qendrën Prishtinë, ka qenë një relacion prej 15 kilometra. Merni me men, unë e kum shku në Prishtinë kom, edhe jom këthyra në qirë të kom. Apo merni me men qëto, 15 kilometra në shkumje, edhe anasirë të nardhje. Ajo nuk ka qenë e letë. Me i thonë që ty në trive sot juve, hajde filloni punën në shkolla, por keni me udhëthue ka 30 kilometra në ditë. Mjetet e transportit thot se kanë qenë shumë të ralla. Shqitoni tash fillun disa gjona mu ngjall, disa aktivitete, për shembull, bie fjala na e patëm fatin që këtu qarkulloj ke edhe treni, për shembull Fushë Kosovë, Pej. Edhe tash në qëtë relacion, sa i përket shkumjes, për shembull, e kemi pas qatë trenin që shkojshim me tren, po mu këthy në qatë kohën kur i mbarojshë mësimet, s'ka pas tren, s'ka pas orar të trenit. Do me thonë dhe është më orë kom. Kështu që mjete transportuse në sistemin e automjetëve, për shembull autobuse, mjete për shembull komunikacionin tokëtor, nuk ka pas bërë në atë kohë. S'ka pas bërë. Po në aspektin financiar, ashtë një kerë në fshatin tonë nuk ka pas kur qitu. Jo, në atë kohë merrni me mentësh. S'ka pas. S'ka pas. E vetë një mundësi ka qenë që kë treni që qarkulloj ke prej Pejes në Fushë Kosovë, po ai orar nuk u përpiloj me superpushke me orarin e mësimeve atje. Kështu që, po thonë pjesat dërmuse kom krejt. E kjo ka ndodhë deri vonë krejt, vallaj.